Jena në fillimin e plazhës të Xhirit të Lolzit me një farë zolli, oqe. Me qëtë lloj zollit, ish i mirë për lëkur, po edhe ish i mirë kur po djeke dilli. Te kisha pas një kjesë me veti mi ashti do nonës. Tankohet nona. Kur të sheni gafore që tu më shef. Më shef, Edhe se lem ta gjeta vlla jam këpucen. A masërin që i deti mulon njerëz. Nuk ka këto kolektor që pastrojnë e bën. Po shallojnë që ma bleni shtal. Bravo të koft, a shqyqare po ka dhëtë që po ma fut. Nusë më shte probleme me të Shqipnisë, o Arlen dhe të qepja 200 lek. Sa i bin 200 lek? 2 euro shtalbi? Përshëndetje miqtë e mi dhe shikues shqiptarë që krejnë nga onë Arlindi edhe nga Artani. Hello, my friend. Diçka na përdeti. Sot jena jena në fillimin e plazhës të Xhirit të Lolzit, kur erdhëm fillim, këtu në fillim, çka pom shumë njerëz që janë të nejtë në këtë plazh, janë të ly me argjil, me një farë zolli, oqe. Me qëtë lloj të zollit, po, ish i mirë për lëkur, po edhe ish i mirë kur po djeke dilli, do më thonë po të rahatojke. Si këto krema që janë për dill, kundër dillit, ish edhe kjo. Shumë interesant mi po njerës të lyp dhe i mballë, me qëto. Amo, më karo me po edhe na për video të rritëve tjera sociale, ku i përdurin. Po mus më kasos dillit. Po nuk ka kjo veç për me Po, ceska, edhe për lëkur. Edhe për lëkur, ishë se kur shme thonë se diçka shëruse. Ma ta bëj ftyrën. Jo më shfar ftyre ik. Ma zhjit e këmishën. S'po du më bo se bermeni. Te kisha pas një kjesë me veti mi ashti do nonës, se edhe ajo ankohet pe gujve, dhe t'ja s'po muj me nejt. Ja kom për më dhami një durt, bile me ja pashti një kjesë, mi ja qu nonës valloj edhe isha inë se vap me nonë, edhe i kisha një mu, edhe kisha qelë me biznis. Këtë dhe ko ka mirë, vjen njëri i mush, një 4-5 shishe kësit mdoja, ishte të ka 20-30 euro, postën 1 euro e pagun edhe aj, edhe del njëre në fitim. Bo valloj, s'dimna me përdor truni se njerë që shtu bohen milionera. Vish, u Arlen! U Arlen, shëbe me rej kjesët jashti nonës dhe që si argjir, kja qojnë në Kosovë. A tankohet nona? Jem, jo. A thët kam nevoj mishtin kom në zale, heki une. Ajo thët kështë të dish puna që në orë në deti. A një de, po ti shko me rej dhe që si argjire, edhe ja qojnë nonës atje për Kosovë. A i love dur? Jo, halo, kështu dur t'i kom laka here. Ju thash ma herët hajdeni t'i shojmë behonet, që ne s'po ngjitem, se është pak vështirë edhe për neve po edhe për kamermani, se ka shumë gur. Shpërshit këtë fillan pjesa e mbetorinave, pa dhe ne hina kënjena ka uje. O, qëfar ujë në zetë, oj zë, pasha zotit. Unë jam, adin kër vinë deti që s'kajde, adin thëmë vinë deti dhe më s'mlagë më ujë, adin qësisht në më, ta prish ju thimin, po që tu ujë në zetë. Pe plazhave, dhe isa që kena shetit, dhe më thonë që tu ka uje ma i vakt, jo i në zetë, po ujë i vakt, dhe më thonë jo ashtë me përtu me hi. Edhe është ujë? Kristal! Qajo, si që ta kristal ka me botator. Adin si që te këtë 2 herë këtë e fërkët. Shikus në rumë, këtë është aja pjesë ku ta prish synin mas shumë ti. Psa ta i me kush boksa? Qish mune me po pjesën, qëfar qadrave ka, po tash kom jera me po dhe një pjesë të resurit pilashit. Dhe me thonë një plash super e bukur me një resort super luksaz, me një deti ka bukur, me pas dhe me thonë fillimin e plazhës me kaq shumë betorina, me një erë kanalizimit, pe cilësen këtë mënyrë, se ato dhe era në ekstrem shumë e keqe shoku betorinave. Si ka hije, një plazh me qëre far qadrave, më thonë rreth me palma. Kara me po, dhe që ta shumë gafore, njonën kështu e shkel aksidentalisht, jem të e po që atje është. Kujna pi ikti, kujna pi shkënon të majtë bre. Ha? Beka, mu në shma afru me kop, këshëre gaforeja në gjyrë të kaltert, unë e kështu e shkel për pak, s'kështu e po, kështu që njerës bëni kujdes, kur të sheni gafore që tu më shef. Më shef, Unë e kështu e shkel për pak, fati jam me papuqe në deti, se unë e tutna shumë, unë e kom po bi detin. Fati kësh me papuqe se ma kish në gjitë, ogji. Jihu! Gjithë në zirë taksiros mu, unë e mi janë djetë sanet rrugës.
Shikus në rumë po është Kameraman! gjiri lolzit, është i rrëthum pej maleve, pej një qetësis absolute, Kameraman! dhen shumë i qetë, dhen shumë për familjar, po ashtu edhe për fëmi. Dhe më thonë, këtë pjesë e këne ku s'ka resorte, ku është i rrëthum pej malit, është tepër ma mirë, dhen shumë i qetë, po nuk është që ka plazha edhe shumë e pastër, që shpeshit, do më thonë ka me marrë të fokusu edhe plazhën. Artan vesh i papuqit se me t'hi diçka në kumë që ka jetë në të nonës une. Vesh pak se unë jam të dashtë. Faleminderit. Kameramani jam i dashtën, sot në gjirin e lolzit, është zgjedhur një specie shumë interesante, e cila ka shumë kohë që nuk është gjendur në një plazh, dhe ajo është patika Selimit 43-ja, e cila i ka të hupë në Durrës kur e na kona me familje, edhe Selim ka gjeta vlla jam këpucen, te marrë me veti për Kosovë kur vi ta pruj, edhe djatha i pa të hupë sa pa të kojtë për që këpuc, ja gjeta. Apo kap hiq? Cili peshk është ma i njoftën i këtu? Njëherë ka pa hudh grepin e ka panzu një qiz me dimnit. S'ka na fokin peshk. Kapi një shpirancë. Ne ani e prun kjo se kjo është i madhë. Titanikin të Te nëzipi Kosovës e nga deti. gazetar, kena ardhë me prezentu këtë poshët e Shqipnisë. Apo ju pëlqen? Po qysh jo bre. Po të regom, a ka diçka në Shqipni që s'du me të pëlqyja, ose që s'bë me të pëlqy? Kjo gjithë shka të pëlqen. Më pëlqen plazhi këto, po shumë pizligje. Betorina. Fikse, do mos kjo pjesa pjatje kur fillon, e knena, Gjithane. a do më thonë që të derdhen unet e zeza? Tu derdhen ujët e zeza. Të regom dash për këtë pjesën këto derdhen unet e zeza? Po këta janë ujët e zeza. Derdhen det apo qysh? Po ja, aty do derdhen, ku do derdhen, det ja. A masarin që i deti mulani jest? Nuk ka këto kolektorë që pastrojnë e banë. Ja, këto janë keq, shumë keq. Gjogje, nan mos morim pi Unë e kam posë. bredh gjithë nga Malizi, kam bë plash, Po? shkoj gjurë për peshë në Malizi, ma... Edhe neja kena një spej ku derdhet lumi buna, e në orë deri të gjiri E, lagës. ke në Velipoj të. Po, në veli poj. Po, e kam pas. Kam qenë edhe anë, i kam bredhën gjithë. Saran. Hallat shoft. Ata la që mi punë të marë. Tryt zoti, respekt. Inshallah ka Faleminderit sa ma qoftë. shumë ti peshë, gjagji. Tol, ba. Po, shallojnë që ma bleni shtalj. Vllai Ani, jam. peta kry njerë. Ja, hiç pa Po pet njerë ta kryu, Po vëlla. jo, vallahi jo. Hiç, kur njet. Puna mbar vllai. A je mirë? A ki shtal ba? A ma jep një shtal? Një, për veti. Jo ma me vllau në deti, ky s'ka qare pa ma ble. A po të shiten hiç? Nëse ja jep fal, jepja, unë s'ja paguj. Qare s'ki vallahi. Qare s'ki pa ma pagu. Hiç. Ani bëna për shtarë me t'i gatin të foli pak A, për ka që- gjirin e Lalzit. Të gjiri i Lalzit kanë shtëpia t'i kanë shumë politikana, shumë këngëtar Shqipnis. Politikana si Edi Rama, si tash me cek memna, s'po du mi arena me cek edhe memna, po e dim që është ven i preferum ose është ven i milionerave. Qysh kom ni edhe me gjithë pacullë kishtë të edhe shpi, po kish edhe një plazh të vetëm, po e fuli me t'nime. Ven i frekuentum, kjo do më thonë diku ka mesi i gjirit Lalzit. Mos më shte probleme me Shqipnisë, o Arlenda të qepja 200 lekë. Sa i bin 200 lekë? 2 euro shtalbi? Me bo me ditë nona mytë. Ja, i lirë, vallaj. Jep ja vllaj. Këshë ljodra! Hë! E nel. A ki topa? Po me në kësit volejbollit. Jo të paska. Heqa? Asnjë. Ball cash vallaj. Kur vin? Kur të ketë pare? A ma jep një top, po du me lyt me top. Sa bën një top? Për ju si vini kështu, Po. duhet me pagu ka 100 euro. Sa? 100 euro për shefi. Bravo të koft. A shqyqare po ka dhëtë që po ma fut. Po, bëj pa. Jetë se marra, sëne. Aha, Që ma lem për 1 euro e marra. sa? 1 euro i kallamosh? Jo, ka mu që këtë 2 euro. Ah, bravo, pak e ke. Ka o zame, faleminderit shumë. Inshallah qiten këtë topat. Po normal po. A shqyqare këtu ma fut, a pave që më tha topi 100 euro. Qysh bet ej, me në nëshkrim të Cristiano Ronaldo s'më kombes ta blej topi 100 euro ne. Vallaj, kjo është e tepër.
hajt ma kështon për 2-3 euro në topin e kësha marrë 100%. A, pluma më shtë Albin, nej! Pluma shtë Albin! Që kjo plazh është shumë e mirë, sidomos për ata që dojnë marrë me fëmi, edhe nuk ka fell ka fillimi edhe mu në shmilon fëmit në deti, shlirje, më të po këtë familjarje me fëmi të vegjë, dhe me thonë me mu në të marrë nona e më shlirë, më shanë se e di që nuk mytë në nujë. Mos e nujë. Ja, i leti shto. Oj. Ko ka plazhe frekventuar pi familjarëve shumë, po pi vendasve, domethënë pi që na hitë gjiri lolzit, as edhe një kena thonë tabelat Kosovës, ose në tabel të huj, Gjermanisë ose në veni tjetër, po domethënë ishin kitë me tabela që njësë. Misli mi, jemi të fundi plazhës gjiri lolzit, ku erdhem të një plazh që s'ka ka shumë me njerëz, s'ka ka shumë e frekuentuar për njerëzve, plazhe qetë. Apo të pëlqen plazha? No, që pasha zotë. Për të isha gjujt një hera mu ljonë. Ja, ama seta, se më sot isha masanina me hecë pëtuvesh. Hajde. Hajde prezenteja ti plazhën në veç për shkaj dhe i qëtu. Hajde, okej, do më thonë, krejt uji e plazhës të gjirit lolzit, nuk koka i ftoft, po as edhe i nëzej që me thonë s'koka. Koka ta më një përbalushëm, temperatura përbalushme për trupin e njerit. Do në që kjo pjesa e plazhës që nena, ku s'koka e frekuentu me dika dhe atje, shikus në rumë, ka që kishim për plazhën e gjirit lolzit, e derin plazhën tjetër, mirë mbeqit, zotë i rujt ju dashim të rinjit, e kismet shimin plazhën tjetër. Edhe që të zezë ma buni. Ta është të dhe pritë këtë dhejt lahet. Qysh beshin e kërët atë të artoni në kërës është uj i cek dhe atje. Pi këtë plazhave është uj i cek. Që të me thonë artoni bëllë është i shkurt, po edhe uj i pirën dika dhejt e gojt. Në kërës që ka fell. Për javle ka marrë të gjiri lolzit si të mos për fmi. Kështë që derin plazhën e arshme, mirë mbeqit, zotë i rujt.